Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të marrim mesazh nga orakli i dashurisë. Ky shikim, lexim, letrash sot do të jetë pak më ndryshe se herët e tjera. Sepse këtu do të marrim disa mesazhe përveç se oraklit dhe nga yjet, hëna dhe dielli. Jeni një person shumë sensual. Ju ndriçoheni nga yjet dhe nga hëna. Keni respekt për veten tuaj. Ju gjithmonë keni respekt për veten. Me këtë shkop magjik, ju ndriçoheni nga kjo energji diellore për të shkuar dhe kësaj të sjelljes të bardhë të universit. Keni gjetur shpirtin tuaj binjak. Ju shumë shpejt gjeni shpirtin tuaj binjak. Këto ishin 3 mesazhet e oraklit të dashurisë. Tani do të marrim disa mesazhe të hyjeve, të diellit dhe të hënës për ditën e sotme. Na thot dielli. Dielli mëson durimin. Ai nuk shihet. Dielli kalon netët e tij, por gjithmonë kthehet. Dielli është simbol i jetës, që rritet nga dashuria. Mesazhi i yllit. Yjet janë kujtimet e shpirtrave që ende bezullojnë. Një yll i vetëm mund të ndriçojë një natë të tërë. Njerëzit humbin rrugën, kurse yjet kurrë. Dhe një mesazh nga dielli përsëri. Edhe dielli mëson të ndalojë për të pushuar. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të perëndosh. Kur ti ndalon, atëre duhet të largohesh nga vetvetja. Në dritën e diellit, gjithçka bëhet më e qartë, edhe rruga e shpirtit. Pra, këto ishin disa nga mesazhet e yjeve, të diellit dhe të hënës për ditën e sotme. Faleminderit, miqtë e mi.